Binjakët. Vetëdia është e rritur. Ju e dini shumë mirë tani se si do t'i arrini qëllimet tuaja. Do të veproni për të arritur objektivat. Forca juaj e brendshme, ndjenja e fortë, e ekuilibruar, e individualitetit, marrëdhëniet e mira me autoritetet, do të përparoni shumë shpejt. Mendimi juaj është pozitiv. Do t'i bëni të gjitha detyrat, do të merrni vendime, do të bëni veprime, do të impononi nevojat tuaja në këtë situatën, do marrësh vendim shpejt, nuk do ta lësh situatën të shkojë gjatë, do ta ekzekutosh këtë planin me një herë sepse vetbesimi është i madh. Ki kujdes për gjatë kohës, mos bësh konflikt me të tjerët dhe mos e shtysh veten në ekstrem, pra përpiqu të qetësohesh për gjatë procesit, të kujdesesh, sepse kjo ka qenë një kohë shqetësuese, konfuzioni dhe ndoshta fizikisht nuk jeni ndier shumë mirë sepse 7 muajt e fundit kanë qenë probleme edhe ndoshta dhimbje emocionale që ju kanë shkaktuar të tjerët ose shqetësimi për këtë njeriu e dashur. Sido që të jetë, trajtojeni veten me mirësi, dashuri. Është gjithashtu e mundur që ta përdorni këtë kohë për të mësuar shumë rreth emocioneve, dhimbjeve emocionale, metodave alternative të shërimit, ose ndoshta do kërkosh përgjigje te ky personi tjetër për problemet emocionale, ju ndihmon ky miku juaj. Ke rehati, bisedon me këtë personin tjetër edhe ndihesh shumë rehat, o mendon se shpirti juaj çlirohet aty edhe mendoni se si po ndihem kështu, kam qenë 30 vjeç, 20 vjeç, po tani po filloj të ndihem shumë mirë, jam çliruar nga disa situata, duke biseduar me shokun e ngushtë ndoshta ose një njeri i afërt që është pranë jush sa herë që keni nevojë për të hapur zemrën. Do të bëni disa ndryshime në jetën tuaj profesionale për gjatë kësaj kohe dhe nëse jeni person që jeni të adaptueshëm me ndryshimet, do ta keni shumë të lehtë. Megjithse tashmë është bërë pak rrëmuj, do ta vini re këtë kthesën e ngjarjeve në punët e karrierës, në jetën tuaj profesionale, pra do ketë ndryshime. Dhe do ishte mirë që t'i shijoni këto ndryshime, mos rezistoni. Në këtë mënyrë do ta ulni ndjeshëm nivelin e stresit, nuk do të shqetësoheni fare, shkoni me gëzim se këto ndryshime janë për mirë, pavarësisht si duken për momentin, mos i refuzoni dhe gjeni kohë që të qetësoheni pasi tensionet kanë lindur në skenën shtëpiake. Gjërat nuk kanë shkuar mirë, bisedat, konfliktet ndoshta brenda në shtëpi edhe ju kanë shqetësuar, keni një ndjenjë zhgënjimi dhe konfuzioni nga këto faktorë. Do të përjetoni vonesa të projekteve, nëse jeni që merrni me studime, shkruani ndoshta ose krijoni. Do merrni vendime të rëndësishme. Vendimet janë shumë të sakta. Do zgjasin pak. Kontrata, dokumente ligjore duhet i diskutoni, i lexoni mirë se mund të ketë gabime, ose shmangeni kontratat për gjatë kësaj kohe. Arrini t'i zgjidhni çështjet duke ju afruar problemeve me diplomaci. Do arrini t'i realizoni ëndrat tuaja, të gjitha planet tuaja do të realizohen, do ta shprehni veten shumë, do bëni dhe më shumë artistik në këtë kohë, do të arrini në ato energjinë e artit dhe do të ndiheni më mirë, do bëni durim dhe do vazhdoni rrugën tuaj. Me kombinimin këmbgulës të zgjuarsisë, ju do të arrini, nuk e keni idenë se ku. Përfundimisht, vizionet tuaja dhe ëndrat tuaja do të realizohen. Do takoni këtë personin e dashur që bisedoni, këtë njeriu që ju qetëson shpirtin dhe do jetë një periudhë shërimi dhe rinovimi. Do të tregoni kujdes, nuk do t'i përsërisni më modelet emocionale të së shkuarës që ju kanë dëmtuar aq shumë.
Do të merrni kohë për të fituar njohuri mbi komunikimet emocionale, shpirtërore, do të ndodhen ndryshime me njerëzit e familjes tuaj, me personat e afërt që jetojnë me ju. Do të keni mundësi për t'i ndihmuar të tjerët, do të tregoni dhimbshuri, sepse tani keni kaluar situata që ju kanë lënduar e keni provuar dhimbjen. Është e mundur të tregoni dhimbshuri, dikush i njohur do të jetë në akt të ta ndihmoni. E keni tani intuitën dhe zgjuarsinë të shikoni përtej asaj që duket. Do t'ja lehtësoni dhimbjet njerëzve të afërt. Do të fitoni mençuri dhe mirëkuptim të madh. Nuk e keni idenë sa e vlefshme ka qenë kjo kohë dhe çfarë ju sa shumë keni mësuar nga kjo kohë. Do bisedoni tashmë me këtë njeriu tjetër për martesë. Jeni dhe partner të biznesit së bashku, ndoshta doni të bëni këtë biznesin bashkë nëse jeni beqar ose ata që janë të ndarë dhe duan të martohen për herë të dytë. Personi i dytë nuk është fare si personi që keni kaluar, është krejtësisht një person tjetër edhe është tradicional, gjë që do t'ju pëlqej shumë. Është ky person i dashur që do merrni këtë iniciativën për të bërë këtë partin në fundin e vitit, ndoshta ndodh kjo për disa nga ju sigurisht. Do të vendosni që ky person të jetë bashkëshorti juaj dhe tani do bëni lëvizjet për martesën. Për ata që duan të martohen dhe janë beqar. Pyetini mendjen dhe zemrën tuaj dhe vendoseni. Dashuria është përreth në këtë kohë, është koha për veprim. Për ata që janë të martuar do të thellojnë angazhimet dhe do kalojnë kohë të përbashkët me bashkëshortën e tyre. Mund t'jeni me dy mendje dhe angazhimi po lëkundet, edhe është e mundur që disa nga marrëdhëniet të përfundojnë. Po përpiquni që t'i çoni gjërat ashtu siç ju dëshironi, pra të vendosni dhe të bëni lëvizjet e duhura. Puna e palodhur do të sjellë rezultate të dobishme, tani duhet t'i kushtoni vëmendje detajeve, të bëni detyrat tuaja dhe të arrini qëllimet. Pavarësisht nëse e kuptoni apo jo, kjo është një kohë serioze, do ndikojë në jetën tuaj për 12 vitet e ardhshme. Kjo përfshin financat, biznesin, martesën tuaj me personin tjetër. Nëse nuk jeni të sigurt çfarë duhet të ndiqni, pyesni njerëz të moshuar, pyesni prindrit tuaj, pyesni njerëz që janë në moshë, ata dinë më shumë se sa ne. Nëse keni dyshime, mos e zhgënjeni veten, po vazhdoni me rrjedhën dhe korrni shpërblimet, pra mos hezitoni. Do të lexoni shumë metoda të ndryshme, jo konvencionale, ndoshta do të hapni krahët për të eksploruar gjëra që janë të rëndësishme për ju, do kënaqeni shumë. Do udhëtoni, do të studioni një hobi të pazakontë, ndoshta do dëgjoni astrologji, këtë që po shpjegoj unë, çështjet metafizikës, besimi, feja do t'ju tërheqin shumë përgjatë kësaj faze. Astrologjia ka lidhje me misticizmin, pra unë më përpara kam studiuar misticizëm edhe më vonë astrologji.